Ju betohem, nuk kam vdekur, unë jam gjallë. Skandali me legjendën bullgare për të cilën mbajtën zi në fush. Petko Kançev është 79 vjeç dhe në vilën e tij ka mace, pula, gjela, fruta, perime, një obor me një kopësht në fshatin Kolarov, Stara Zagora, në qytetin një qytet 230 km larg Sofjes. Plaku Petro ndërpret punën sepse ndeshja është gati të fillojë. Arda Karzhajti i pesti në divizionin e parë bullgar përballet me Levski Sofjan që renditet e dyta. Le të themi e tij sepse me atë fanell Kançev ishte sulmues, ka shënuar 120 gola, ishte ylli i klubit të tij. Sa po shkel në shtëpi, sheh dy strukturat të rreshtuara në mesfush në një moment të heshtur. Kush diq? E pyet gruan që ishte zbet. Ti Petko. Aty televizioni sa po tha se ke vdekur, por a je i gjallë? Por a je i sigur që je gjallë? Pastaj, në celularin e Kançevit të gjor filluan të bjerë zilja dhe nuk po ndalej kur. Miq të afërm, gazetarët. Ai duhet t'u përsëriste të gjithëve. Ju betohem, unë jam gjallë, unë jetoj. Edhe priftit që troket në derë. Jo, nuk nevojiten shërbesa. Petko fik celularin e tij dhe kënaqet me lojën. Arda e tij barazon 1-1, klubi i Karzhalit i tronditur postoi një falje shumë të turpshme për gaf, duke i uruar Kançev shumë vite të tjera shëndet dhe kënaqësi. I sulmuesi kapi telekomandën dhe ktheu në fillim ndeshjen. Sapo mbaroi minuta e heshtjes, e mbështeti kokën në koltuk, mbylli sytë dhe shijoi shpërthimin e duar trokitjeve. Si dikur kur shënonte gola. Ashtu si dikur kur shënonte gola. Një ujvar dashurie. Tani, jo vetëm që nuk ndihej i vdekur, por ai ishte sërish i ri. Dhe me atë simfoni lam të mire që i dëgjuan veshët. Petkov Kançev hyri në historinë e futbollit, është lojtari i parë që përjetoi minutën e heshtjes për vdekjen e tij.